Jona, prej nga gjithë ke inspirim për Kuajt, në një fshat si Gjinovica. Unë gjithmonë i kam pas qef, edhe kur isha e vogël, gjithmonë i kisha gjyshe se gjyshe shumë interesant janë Kuajt, shumë i kam qef. Edhe se gjysma ime shkon edhe me gjenerata, sepse gjithë gjeneratat para meje kanë qenë me Kuaj, me kafsh, gjëra, edhe besoj se edhe në gjak më shkon. Po i kam pas qef kur kam qenë shumë e vogël, edhe deri tani kur erdhëm në fshatin Gjinovic, gjyshja thonte jo sepse është shumë larg, po unë dal disa mund të shkojmë, e kam lut 2 vite para se më pru në Gjinovic, edhe disa muaj pas i erdhëm, i thash a mund të ma bjesh një kal. Gjyshja ime më don shumë dhe asnjëherë nuk më thot jo, edhe ma bliti një kal. Dëshira. Po, pas disa muajve ta i kam 7. 7 Kuaj. 7. Dhe kur i përdor tona, vavëndoj shalën gjëra, i eci kam atje vende tjera ku i largoj prej tjerve, që mos rinë shumë me një vend, sepse normal nervozojnë Kuaj janë, dhe i largoj, i ushtroj, i hip fëmit, që normal të mësohen me Kuajt, edhe normal Kuajt të dinë se fëmija nuk është një gjë që mund ta hudhësh, po duhet ta mbajsh dhe t'jesh i qetë. Më tepër i kam këto më të vjetrit të qetë dhe normal din me fëmit, Arbor është më i ri për momentin, dhe nuk din ende, duhet ta mësoj, dhe me të vërtet... Mira, vin turist? Jo, ende jo, po më kanë thënë se do vinë, si mjetë mendoj se do vinë, po. Nga fshatja vin që të bëjnë një xhiro, të themi me Kuajt? Jo. Nuk ka banor të cilët vinë? Nuk ka, verës ndoshta do vinë më të rinj, po këto pleqët edhe nuk kanë ta kap të hecin, kështu që thonë na falë për sëmvim. Besoj se mund të prej këtu t'i qoj njerëzit të shpellat, e kena një pjesë në fshatin Gjinovic, dhe janë shpellat e ujtit, dhe mendojmë sa që mund të shkojnë turistët me Kuaj, dhe blej ende nëse ka nevoj që të mund të turistët. Po, patjetër. Po, të shkojnë. Dhe ne iftojmë këtë gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur tani, që të vinë tek Jehona në fshatin Gjinovic, dhe më pas direkt do të shkoni tek shpella, sepse edhe atje është një bukuri jashtëzakonshme. Arbri ishte, apo? Në thosh një mesazh për të gjithë të rinjët. Ju të rinjët që nuk i duni fshatët, mendoj se i bëni shumë gabim, sepse edhe fshati e ka bukurinë e vete. Nuk na duhen non-stop telefonat, pak shkoni dhe në fshat. Ke telefon ti? Po, kam. Ju të rinjët që nuk i duni fshatët, mendoj se i bëni shumë gabim, sepse edhe fshati e ka bukurinë e vete. Nuk na duhen non-stop telefonat, pak shkoni dhe në fshat. Ke telefon ti? Po, kam. E ke? Po, i bëj video Kuajt. TikToku im është farma.e.jehonës, mund t'i shikoni Kuajt e mi, i postoj çdo ditë. Dhe ne ju mirëpresim të gjithëve. Mos harroni, ju mirëpresim në fshatin Gjinovic tek Jehona.